sigurisht që jemi në një atmosferë ku në lindjen komuniste po bien njëra pas tjetrës të gjitha demokracitë popullore që quheshin. Shqipëria do ishte më mbrapa sepse diktatura ishte më e fortë. Çfarë ndodh? Jemi në vitin 1990. Po të shohim, Ramiz Alia e shtrëngoi ta mbante pushtetin dhe kjo lexohet te të vrarët në kufi. Pra, po vriteshin njerëz në kufi. Në atë fillimin e vitit 90. Jo, të zbresim te teta, a? Jo, po se është temë më vete ajo. Jo, po se, atë po them. Ke drejt e Zoti. Jo, po them. Ke shumë drejt. Unë po them, unë do të nxjerr te Ramiz Alia, ç'a ndodhi me Ramizin. Se ka ndodhur jemi retrospektiv pak më shumë. Po, Ramizi e bëri këtë shtrëngim. Jemi okej. Qartë. Te vrasjet në kufi. Po pse Ramizi u shfaq ndryshe në nëndor dhjetor? Këtë dohet ta ngrija me fakte. Kjo është ajo. Pra, jemi në një moment që vendi ishte, do parë në një këndvështrim tjetër. Po dhe në temo, mos shohim vetëm protestat. Të shohim një Ramiz Ali që kishte për detyrë të ushqente këtë një popull. Ky popull në atë kohë ishte u kthyen triskat. Kemi Ramiz Ali që e kontrollojnë, ë? Shoqja e xhmie. Po sigurisht, e flasim dhe atë. Tani ç'a ndodh? Në atë periudhë kanë përdorur fishekun e fundit, që ishte ari. Në 90-ën. Unë zora ari nga banka dhe u dërgua për bler buk. Po, për bler buk. Pra ishte... Bëdhe një gafe pa parë, ishte me detyrim për taksim të. Një sasi e arit u luajt në bursë, që u humbë e gjitha. Dhe që mendohet që këtu mbrapa kanë qenë Amerikanët. Që këto të mbeteshin shumë keq që të negocionin. Se që atëherë na kanë marrë në këta... Po, ata kanë marrë në dorëzim. Dorëzime. Tani ç'a ndodh? Pra, nëse kemi një Ramiz të fortë në fillim të vitit, që po i vriste njerëz në kufi, kjo tregon që ai donte ta mbante pushtetin. Sigurisht. Nëse kemi një Ramiz që në dhjetor, Ramizit vjen dhe i thonë që buka është me ditë në dhjetor. Atëherë u detyrua? Atëherë Ramizi, ne kemi ndatë të përcet. Tani, kemi një në nëndor, vjen një informacioni, sigurimi shtetit që thotë, sipas një agenti të CIA-s, do filloj lëvizja studentore, do filloj fillimisht për kushtet fiksa ashtu si ndodhi. Kjo është e nëntorit. Në dhjetor ndodhi pra e njëjta gjë. Pra, duke bërë këtë analizë, duket sikur Ramiz Alia ishte vetë që kjo të ndodhte sepse ati ja kishin shtrënguar historinë. Duhet ta bësh patjetër këtë gjë. Dhe po të lexosh me kujdes, ai ishi vendosur përmidis studentëve dhe pushtetit të egër komunist. Është njeriu, studentët atë e shoqëronin me brohorima, kur fute dhe kur dilte dhe kur mbante fjalim në takimin me studentët. Studentët në fjalën e tyre i besonin atij, ne të kemi ty, ti e garancia jonë, e të tjera. Madje shkoi deri atje, dhe kam këtu të transkriptuar, kur Arbeni Mami dhe Blendi Gonxha i thonë që aty janë dhe ca që ngrenë dy gisat lartë, po ne i thamë, ne ti ulin, atyre duhet ja prisni, i thot Ramizi, tekstualisht. Gishat lartë. Pra, ata nuk e dëshironin të djathën ekstreme dhe paka shumë vinin dakord në këtë pikë. Jo më e ta detyrun Ramiz Ali. Ramiz Ali e kërkonte që të bënte një demokratizim, po edhe një organizat kishte shpallë përpara bile që do shkojmë zgjedhje me organizatat e masave, bëni dhe ju një organizat, ata detyrun që ai thoshte po, parti politike. E vunë për para mikrofonit, Arben Demeti, Arben Imami, tjere, po lexoje pra të realitet. Po, aji u tha që në fillim, ju mund të bëni partin, ju për lexoje, ndoqa me kufin vetë, mund të bëni partin politike, unë e kam... Kjo tentativa, Ramiz Alia thashun në fillim, a ishte një president që kishte përgjithësi për vendin, dhe unë e njoh përgjithësi dhe Ramiz Alis, bile jam akuzu nga këta radikalet e orës 25, që s'ka orë 25, toni dhe ju, ata që s'kanë qenë fare, që kjo është i but me Ramiz Ali. Ramiz Ali ishte përgjegjës për vendis, ishte president. Sigurisht që ata kanë negociuar dhe kur bëhen negociatat nuk bëhen si në logore, po ullin negociatat do bizidosh si njerës. Shqipëria ka një pluralizm negociuar, këte e ka pranu gjithë. Por studentët e imponuan që shkote tek një zgjidhje tillë, mund ta kishte mendë. Ai u thot dhe në takim, kishte dy rrugë tha. O dhun, o marrveshje me ju, unë jam ul marrveshje me ju. Po, bukur, bravo qoftë. Bile ai e hodhi fatin e vet në karrocën e studentëve.
Dhe kjo është specifika shqiptare. Dhe mos harrojmë që edhe në Poloni, që ka pas 7 vjet rezistencë solidarnusit, pluralizmi lindi negociuar në Tryezën me qëllimi im që e hapa në këtë mënyrë, disi provokuse është që për të mos e rëzuar e pikën jo, se jam njoh rolin gjithë. Por ka një problem. Ne shkojmë në kohët e reja moderne dhe imitizojmë gjëra deri në atë shkallë sa tallemi me veten, e kupton? Tu e kam unë, jo ti, jo ti zotri. Për shembull, ai ka vajsi që bile kanë përfituar nga këto. Ai se ka di që do ndodhë. Ai kur ka dalë Enver Hitler nga vaj në Mars, ai nuk e ka di se ne shohim filmin tani nga fundi, dhe me qenë se s'ndodhi gjë, dhe me thënë s'ka bo gjë ai. Ai ka vu jetën rrezik. Ndodhi, po iku për lesh ai në Rumani. Qartë, po, shiko që Amerikë. E morë në... Nuk është pak, nuk është pak... Ishte një shembull, Ramizi e dinte këtë gjë. Marrësh për atë rol që mori Ramizi. Nuk është pak. Sepse, okej, ti mund t'japësh urdhra, por ti nuk e di se çfarë ekziston në mendjen e një personi të caktuar dhe të vetmuar. Për shembull, mua më ka ndodhur që një djalë që takoj në Berat, unë isha student i dhjetorit, flisnim pas 10 vjetësh, tha kam qenë në Zallher dhe ti e nga studentët po tha, unë ato dita kam marrë me pushka të fshehur në tub për t'ju vrarë juve. Kush të çoj ty, thash? Më çoj mendja ime, thash, pyeta askënd. Pra, ai nuk kishte vetëm turmën e madhe të mbante, ai duhet mbante dhe çdo lloj mendje. Dhe në vetëm në këtë formë mbahej. Me një zbutje, siç e bëri ai. Fanatizmin Enveris, që ishte shumë i fortë. Do t'i mbante. Bravo, këtë e theta, edhe tjera t'i theta më, po them. Domethënë çdo moment mund të kishte, s'ka dyshim. Pa nëse ti ju përthua për Ramiz Alin që kishte rol kryesor, i bie në një farë mënyrë, natyrisht e ke për efekt provokimi, që ai ishte ideator dhe regjizor, pra edhe skenarist edhe regjizor. Jo, nuk është kjo. Jo, nuk është kjo. Ati ja zuri dhe rotabishtin, ja zuri dhe kohabishtin, ja zuri dhe ajo që po ndodhte në vendet lindore, dhe ja zuri dhe pabukësia e tjera, dhe në një moment caktuar e kuptoj që duhet ta bënte këtë gjë. I the që gjitha shumë saktë, dhe më thënë që ajo kriza ekonomike, rënja e komunizmit lindje, shkëputja e marrëdhënieve ekonomike të Shqipërisë me vendet e lindjes nëpërmjet kleringut, e thelloi krizën ekonomike dhe ajo është në themel gjithçka. Pra, ajo tenxhera me presion ishte duke shpërthyer. Dhe që studentët ishin autentik në misionet tyre, kjo është pak po e sigurt. Madje studentët e kapërcyen dhe elitën intelektuale të vendit. Sepse duhet pranuar që Ramiz Alia takimin me intelektualet, ku ishte edhe Kadareja, edhe Berisha, e bëri për të testuar apo për të pritur prej tyre idenë e hapjes pluralizmit politik. Pra Ramiz Alia ishte duke eksploruar mundësitë e një pluralizmi politik